ajo që përforcoi bindjen time për të bërë pjesë e forcave të armatosura ishte prezantimi i dy kolegëve, dy miqve të Timeti, dy ushtarak, dhe me thënë të drejtën, rregullësia në uniform, mënyra e korrektesa në gjithë shka që mua më la atë përshtypja, atë mbres që thash po. Ju impresionoi? Po. Ju impresionoi, Pse jo, kjo uniform mund të më shkoj edhe mua. Pse jo, të mos shërbej edhe unë t'jap kontributin tim në shërbim të edhe. Pra ai moment ka qenë, ai moment që fillua ta mendoni. Ai ishte momenti kulmor që unë vendosa dhe thash po dhe nuk lëviza nga ajo, dhe në momentin që do plotësonim formularin e aplikimit për në shkollë të lartë, dhe në atë kohë ishte që duhet plotësonim 3 degë të zgjidhnim, dhe kush të dilte. unë të 3 e vura shkollë e bashkuar. Kështu që Dhe jam shumë e lumtur dhe për një arsye nuk do të thesha mbrapa.